Një tërmet i fuqishëm me magnitudë 6 të shkallës Richter goditi pjesën veriore të Italisë fqinje, duke shkaktuar vdekjen e 6 personave dhe plagosjen e 10 të tjerëve. Epicendra e tërmetit ishte rajoni Emilia-Romanjas në thellësinë 5.1 kilometra, por lëkundja që zgjati rreth 20 sekonda u ndje edhe në disa rajone të tjera të veriut. Tërmeti u regjistrua rreth orës 4 të mëngjesit. Banorët u përfshin nga paniku dhe dolën nëpër rrugë. Viktimat humbën jetën si pasojë e shembjes së ndërtesave në të cilat ndodheshin. Mes tyre ishte edhe një 37 vjeçare që besohet të jetë ndier keq për shkak të frikës nga lëkundjet e forta. Të tjerët ishin punëtorë të turnit të natës që punonin në 2 fabrika, në një fabrikë qeramike në Sant'Agostino dhe në një tjetër në Ponte Rodoni në Bondeno, që gjetën vdekjen nga rrëzimi i çative të ndërtesave, si dhe një e moshuar. Në ata ankthi kaluan edhe banorët e Milanos, por edhe ata në rajonet e Toskanës, Lombardisë, Veneto, Trentino Alto Adige dhe Friuli Venezia Giulia, ku lëkundjet ishin të forta. Televizionet italiane transmetuan pamje të fabrikave, kishave, shtëpive, zyrave dhe ndërtesave historike të dëmtuara. Skuadrat e shpëtimit nxituan drejt zonave ku ndje tërmeti, ndërsa raportohet se disa njerëz mund të kenë mbetur në rënoja. Zyrtarët e emergjencës urdhëruan evakuimin e pacientëve nga spitalet si një masë parandaluese. Tërmeti i fundit me pasoje të rënda për Italinë ishte ai regjistruar në Aquila në vitin 2009 që shkaktoi 300 viktima.